nuk i kemi armik burat, përkundrazi. Ata janë bashkëpunëtorët tanë më të ngushtë. Ne nuk mundemi të arrim asnjë gjë pa ata. As ata pa neve. Sigurisht nuk diskutohet. Sot jemi mbet për gratë, për diskutuar për gratë. Ne po flasim për pjesën, mos ta keq kuptojnë, sepse ka pas edhe mesazhe që keq kuptojnë, se dhe juve gratë nga njëre. Ka edhe gra që unë nuk jam nga to feministet e kauzave, e flakta. Kam qef që gruat përparoj me merita, me vlerë. Për shembull, po, me vlera dhe me merita. Për shembull, dhe kanë futur në politikë, e kanë futur 30%. Po, shkaku i kohët. E kanë futur se... Ka qenë pozitive Tani nuk është në botë, edhe të neve fatmirësisht shumë femra, deputete, votojnë pa 30% bërë vetë. Që i bjene kena kaluat, duhet jetë kvota në fillim, pastaj që të trasohet rruga dhe të fillojnë femra. A duhet masat afirmative për në momentet të saktuara ju thatë në breziri, dhe neve që jemi brez më i vjetër, kemi mirë kuptime burrat. Absolutisht. Në ka ndihmuar për të arritur. Ajo është burri, ajo është përpjekje, ajo është partneriteti. Në momenti që ti ke nevojë të japi dorën dhe të çoj atje ku ti ke nevojë. Ama në rast se funksionon një lidhje shëndosh, duhet në kësi premisa, jo një burr që të bën ty më të keq si individ, jo një burr që të hup meritat, jo një burr që të minimizon. Gjeneratat e reja ne e shohim një luftë të vazhdueshme, nëse ti je ndërtu, atëherë kemë pas një partner që i pengon suksesit, shkëlqimin e yt, don për shkëlqimin tënd dhe më pas i pengon shkëlqimin e yt, sepse ai ka pasiguri me ndërtimin e tij. Flet pak si feministe. Jo, nuk po flas si feministe, unë po flas mbi... Ato janë gjëra që dihen. Nuk duhet asnjë partner ta pengoj... Partnerët do të nxjerr më të mirën njëri tjetrit. As gruaja burrin dhe as burri gruan, nga të dy anët. Të dy do të nxjerr më të mirë njëri tjetrit. Nuk diskutohet ajo që duhet të nxjerrë më të mirën. Në momentin që fillon me të minimizuar edhe në personalitetin tënd dhe në vlerat që je eduku, atëherë atu nuk ka partneritet. Unë mendoj që edhe s'ka përshtatshmëri, edhe s'ka jetesë aty, se ti kur nihesh për edhe fëmijët ndjen keq, edhe fëmijët nuk ndjen mirë. Ne fundi që ose duam të shkojmë mirë me njëri tjetrin për të dërguar fëmijëve një mesazh, për të dërguar fëmijëve atë ekuilibrin emocional që ka nevojë fëmia. Gjën më të mirë që mund t'i fali një çift fëmijëve është kenë ekuilibrin emocional. Të rriten duke parë nënën edhe babën duke dashur njëri tjetrin dhe duke respektuar njëri tjetrin. Kështu do rritet me këto mesazh, do rritet edhe vajza, modelet janë ato të ndërtuara më pas. Po, modeli që jep fëmijëve është më e mirë se sa gjithë propaganda që mund të bësh. Unë që perceptoj Eva dhe Adami janë orë dëtë barabar, dyshysh unë kur pse duhet në konkurencë dy gjinit. Dëtë unë për veti kur shtom njoni 60, njoni 40 ose anasiltas. Gjithmonë thëmë që dëtë janë barabart, njoni pa tjetrin s'mujnë, dhe më dhënë e plotsojnë atë zamrën ashtu, po. Kështu që mendoj që qasja e aktorit ka qenë shumë e gabume, tepër e keqe, përderisa që dhe ti më pari ka 3 vajza në shpe, ka bashkëshorte. Atëherë, ai në këtë rast ka dhoni mesazh shumë të keq, që e ka nduar trokit të gjinja mashkullore. Dafina, nështë e ka po me marrë vëmendin, që sos ka qenë ka arritur. Po shte gabume se ti famën e merë, po më vare qëfar lloj fame e merë, se me qaqasja i ka humb... Ama fatkesish këtë me që si menësie merën klikimet në ditë sotit. Fatkesish, po qysh këme vazhdu ma ndi këmë basë kësaj deklaratës, kjo është rrezikshme. Ka ndalë hapur në mbrojtje, a keni dëgjuar për shumë? Jo, asë një. S'ka pas. Amo gjinja mashkullore duke duar trokit, lumë goja, lumë gjini nanës, bla bla bla, shqiptarët t'u krenu, dhe më thonë ti e po është një goment ti e për president, dhe më thonë që unë aktorin on fire, dhe më thonë kjo është katastrof, po veç që ka zhvin, veç që ka që kominti ke epik, ti je për president. Do më thonë gjithmonë që ka e shoh gjatë rrugtimit që ka është të rëndësishme dhe gjatë moshës që e bën, është që mja dëshmu vetës se deri ku je forë zotë nën gjana dhe kish kasi, edhe so kam punu plen. Ka në herë, përridna me qëtote që kjo që ta që unë e mbroj me hihajni e këto farë dogmash, jo buri ka lesh e tjere. Figura burit në një familje është e pa diskutushme, si e burit, si e grua, sidomos kur ato janë modelet më të mira, më të shëndosha. Unë personalisht në familjen time nuk e kemi një figur të burit, nuk e kam babin gjallë, nuk kam vlla, dhe si e til e kupton që është shumë i mirë me që në shkath, me zotru sanet vetë, edhe me ja dëshmu vetës që ti mund është me ja dalë. Dhe unë, diçka që unë jetoj çdo ditë,
në jetën time, këto deklarata më duken shumë idioti që nuk pinuj. Ka njerëz që duar trokasim, por jo vetëm s'las për veten, por një pafund gra dhe vajza që bëjnë punë profesionale të ndershme, punojnë kanë edhe shumë shkallësi tjera sociale që nuk i zotrojnë edhe burrat, edhe ja dalin e pa burra. Kjo çka na duhet është mençuria, fuqizimi jonë ekonomik, pavarësia jonë dhe kjo që tha zonja Vasilika, pjekuria emocionale. S'ka më rëndësishme me qenë fort psikikisht dhe me ditë menaxhuar edhe emocionet, edhe ramjet e tua, edhe me qenë fort, edhe me ngrit veten, edhe kur këtë kanë me t'lon. Kështu që në këtë çka duhet të rritit është me pa që kjo të vajzat edhe të burrat të rinia kanë ndru, të rinia realizuar me veten, kive qenë realizuar me krejt të tjerët, nuk kime pas kur inati me krejt të tjerët, edhe s'kimi marrë inati asnjë gruje zojës, asnjë burr, as kime pasi probleme të kontekstualizimit kur shushta alfabeta në një mënyrë si që interpretonte artisti. Ne kam një pyetje për të trija juve shoqe. Pse mendoni që një mashkull ju duket që vetëm ja formë për me kon burr tamam, është me marrë totalisht kontrollën në shtëpi? Qysh me marrë kontrollën, çfarë aspekti? Me kontrollu shtëpinë, me marrë vendime për gjithçka. Se mendon që e bën burr çajo, se ky tha që kjo ke leshi, do sa halo ma banale. Mendoj se kjo është pjesë e mentalitetit faktikisht. Është mentaliteti jonë shqiptar që në përgjithësi burrat janë pyetur. Me kodet tona zakonore, në kodet zakonore hynë kanunet, kanuni Lek Dukagjinit, kanuni i Skënderbeut, kanuni i Labëris, i pjesës Vlorës, e nuk është vetëm kanuni Lek Dukagjinit. Gjithmonë është quajtur e zoja e shtëpisë edhe i zoti i shtëpisë.